Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Dhe mirë se ardhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë shëndetin mendor si dhe zhvillimit të fëmijëve, që është kjo për cilën do të bisedojmë me psikologën klinike dhe terapistin e sjelljes, Margarit Bërbatoci. Margarit, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se Edita, faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë sot me ju. Margarit, ku dallon psikologjia klinike me psikiatrinë e cila jap terapi me barna? Ndonë se psikologu klinik edhe psikiatri mundën me punu me të njëjtin individ ose grup individësh, dallojnë qasja. Pra, ti edhe vetë taj që psikiatri është taj që i rekomendon medikamente që mundën me izbi simptomat specifike, po mandi roli i psikologut klinik është që me punu me mendimet, ndjenjat edhe sjelljet e individit, me e fuqizu individin në aspektin personal, profesional edhe ndërpersonal. E çka dallon psikologu klinik me thjesht psikolog? Po mandi psikologu klinik arrin që me punu me individ që kanë diagnoza specifike, pra ku vështirësitë emocionale ose çfarë do kanë ndikim më të lartë në funksionimin e individit. E qysh mund të më dallu një person nëse thjesht po e kalon një periudhë që është më i mërzitshëm ose ka koha me vizitu një psikolog klinik? Është e natyrshme që ka periudha ku secili individ ka disponime të ulët, ndjehet më i trishtuar apo ndjen ankth. Dallimi qëndron në kozgjuajtjen, intensitetin edhe efektin që e ka në jetën e përditshme. Për shembull, nëse pas një periudhe disa javërëshe personi ndihet akoma në ankth të lartë edhe simptomat veç po shkojnë tu u bo ma intensa, e kanë filluar edhe me ndiku në mënyrën që ai funksionon në punë, në shkollë, në marrëdhënie apo veç në jetën e përditshme, rekomandohet që me u vlerësu nga një psikolog. Shumë sa njerëz mendojnë që psikologu bën veç muhabet ose eventualisht jap këshilla, cili është realisht roli i një psikologu klinik? Ky është një keq kuptim goxha i shpeshtë. Në të vërtetë psikologu nuk është ai që jap këshillat, nuk është që i tregon klientit si çka ai duhet me bu. Roli i psikologut është që me ndihmu klientin që me u bu më i vetëdijshëm për simptomat e veta, për mendimet, emocionet, sjelljet e veta, për faktorë që mundën me i shkaktu që ato simptoma me i mirëmbajt. Pra, psikologu është ai që e ofron mas pari një dëgjem aktiv, ku klienti nuk gjykohet, i ofron pyetja të cilat janë reflektuese, ndonjëherë edhe e konfronton. Ideja nuk është që klientit me u servu përgjigjet në pjatë, ideja është që klienti mu fuqizu që me arrit në përgjigje në mënyrë të pavarur. Sa gjatë një proces terapeutik dhe mas çfarë periudhe kohore personi mundet me pas që ka fillu me pas përmirësime? Është e vështirë e ndoshta e pamundur me thonë se sa zgjahet, nga që klientët që vinë në klinik kanë të lashte të ndryshme, të natyrave të ndryshme, kanë personalitet tjetër, po edhe rrethonat i kanë të tjera. Pra edhe nëse vështirësitë janë të njëjta, rrethonat nuk kanë me qenë të njëjta. Kështu që është vështirë me thonë se sa zgjahet. Kurse në anën tjetër për me po se sa po ka progres procesi terapeutik, na qysh herët i vendosim bashkarisht disa objektiva dhe nën-objektiva të cilat janë të matshme. E kjo neve na e lejon në mënyrë shumë atlet me po se si jena tu ecë në procesin terapeutik. Te na hala e konsiderohet turp me shku te psikologu. Çka ju kishte thonë njerëzve të cilët kanë nevojë po kanë turp edhe qysh kishe mujt na si popull me thyqet stigmë? Unë mendoj që në Kosovë stigma ka qenë shumë e lidhur nga mos informimi për shëndetin mendor. Megjithatë duna me thonë që na kena fillu me folë goxha ma hapër për shëndetin mendor. Shëndetit mendor i ofrohet ma shumë kohë televizive, ky podcast që e keni kriju ju sot. Pra, na po folim tepër ma hapër për të, edhe kjo me njëherë po vret nga se na në klinikën e përditshme po shohim numër më të madh të klientëve të cilët po kërkojnë ndihmë, jo vetëm për veten, po edhe prindërve për fëmijët e tyre. Cilat janë arsyet më të shpeshta për të cilët prind t'i sjellin fëmijët në klinikën e juaj? Prindrit vinë me shqetësime që përfshin një gajmë të gjerë, megjithatë mundem me thonë që ato që po i hasim më shpesh janë sa i përket vetrregullimit emocional, pra kryesisht janë shpërthime emocionale kur fëmia nuk merr diçka që ka kërku, ose është në një situatë të cilën ai e percepton si jo të dashur.
Kemi edhe raste ku fëmijët përjetojnë frikë nga ndarja nga prindrit për në kopsht, për në klasë të parë, apo fobi specifike. Shumë të vërejshme janë kohët e fundit edhe të lashet me vëmendjen, qoftë në përshëndrim, qoftë në zhvendosje adaptive, qoftë në hiperfokusim, por gjithashtu edhe sa i përket aftësive më të dobta sociale, pra një tërheqje sociale ose jo interes në bashkëpunim. Fëmijët e vegjël nuk mund me i shpreh me fjalë emocionet e tyre që shprehin të rriturit. Qysh e kuptoni ose çka ashtu e mundoni fëmijë? Na përdorim disa teknika. E para është loja, mandej janë teknika të projektimit, përdoren vizatime, përdoren figura, përdoren histori, në mënyrë që na me e kuptu pak ma shumë se qysh fëmija e percepton veten, të tjerët edhe botën, po është tepër e rëndësishme me thonë që na nuk është që bazohemi veç në çto interpretime për me ardhur në konkludime për vështirësitë e fëmijës, gjithmonë mirën edhe raporte nga mjedisi e sidomos nga prindrit e fëmijës. Cilat janë disa sjellje të fëmijës që prind nuk duhet me injoruar asnjëherë dhe me ditë që kjo është një sinjal që ata duhet me pru fëmijën në vizitë? Çka kisha dashur shumë është që prindrit me pas parasysh që jo domosdoshmërisht një sjellje do me thonë që ekziston një vështirësi, ideja është kur sjelljet përsëriten, pra qofshin ato sjellje agresive, qofshin ato frikë e shtuar, hipervigjilencë, shpërthime emocionale apo regres në sjellje, për shembull urinimi i shtrohetit, thithja e gishtit ose të folurit në mënyrë më fëmijërore, pra aftësi që fëmija vetë se i ka fitu, fillon me izbi. Atëherë mendoj që është rëndësishme që më u bo një vlerësim te psikologu. E pse ndodh ky regresi? Regresi mundet me ndodh prej situatave të ndryshme, po mundemi me thonë me i përfshi të gjitha në situata stresuese për fëmijën, qofshin ato situata stresuese shumë të mëdha që ndodhin një herë, apo kur fëmija ekspozohet në stresor për një kohë të gjatë. Qysh ndikon ambienti familjar ose grindjet në mes prindërve në shëndetin mendor të fëmijëve? Fëmijët janë të jetë edhe veçanërisht të ndishëm sa i përket konflikteve apo mënyrës që prindrit flasin me njëri tjetrin. Nëse fëmija, jo vetëm një herë, por nëse fëmija për kohë të gjatë ekspozohet në çdo ambiente, kjo mundet me ndiku në mënyrën që fëmija e percepton sigurinë, që ajo percepton veten, të tjerët, edhe që krijon marrëdhënie me të tjerët, po edhe që i rregullon emocionet e veta. Në anën tjetër, nëse fëmija ekspozohet në një ambient ku ai ndjehet i dashur, ku ai ndjehet i kuptuar edhe i dëgjuar, atëherë kjo kish me shërbyer si një faktor protektor, një faktor mbrojtës shumë i madh për shëndetin e fëmijës. Na sot po jetojmë në një botë digjitale dhe apo shumë vështirë me shmang telefonin ose tabletin. Qysh ndikon ekspozimi i gjatë telefon ose në tablet ose në ekranet te zhvillimin i fëmijës? Vitet e para të jetës, kryesisht 5 vitet e para të jetës, janë periudhë të jetë rëndësishme për zhvillimin e fëmijës, nga që ndodhin lidhja të shumta të neuronave. Këto ma vonë e krijojnë bazën për aftësitë që fëmijës kanë m'ju dash gjatë jetës. Atëherë nëse kjo dhe gjithashtu arrihet përmes kontaktit social, përmes ndërveprimeve me prindrit, përmes eksplorimit të ambientit. Në anën tjetër, nëse na i vendosim fëmijët para ekraneve për kohë të gjata edhe me frekuencë të shpeshtë, atëherë këta fëmijë mundën me shfaq vonesë në çdo aftësi që veç se ishin zhvilluar në mënyrën tjetër. Pra, kjo mundet me u manifestu me vonesa gjuhësore, me mungesë dëshire për komunikim, mundet me u shfaq me vështirësi në vëmendje, vështirësi në menaxhim të emocioneve. Pra, ideja është që 2 vitet e para të jetës duhet zero kohë para ekraneve, por edhe pas kësaj kjo me qenë kohë tepër e ulët e jo ndaj materialeve që përdoren stimuj të lartë vizual, auditiv apo ndryshime të shpeshta të figurave apo fotografive. Pikërisht kjo ndryshime të shpeshta është ajo që i tërheq fëmijët edhe më shumë në para ekranit, po mandej ata po bëjmë qëllimisht këto që me najt fëmija sa më gjatë edhe ata pas shikueshmëri, po mandej probleme shumë të mëdha. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i vreni ju që i bëjmë prind kur fëmija është e kalon një shpërthim emocional ose që quajmë ndryshe tantrum? Tash, veç me thonë shkojmë, tantrumet ndodhen, janë shpërthime emocionale të larta, të përtitura, të çara, hedhja objekteve, hedhja vetës në tokë. Kjo ndodh kur fëmijës nuk po i plotësohet një kërkesë. Tash jo me krejt tantrume duhet më kon e njëjta qasje. Për shembull, nëse fëmija po çon për ushqim, fëmija po çon për gjumë, është një qasje tjetër. Po në raste të tjera ku fëmija po i shfaq çdo sjellje sepse nuk po i lejohet një kërkesë që ai ka bo, ju ka prish qefi, atëherë prindrit e shohim që e kanë tendencën që me njëherë me i qetësu, çka jo gjithmonë e ka të njëjtën
e sjell qatë produkt që këta kanë dashur. Për shembull, kur fëmia është e pas shpërtimin emocional, prindrit shpesh i shkruajnë që mundohen m'ia shpjegu, m'ia stër shpjegu, m'ia përmend disa herë pse që kjo po ndodh. Fëmia nuk është gati për me dëgju diçka të tillë në qatë moment, atë kjo përfundon veç duhet përforcu mandej qatë shpërtim emocional. Një tjetër mundet me qenë që fëmijës ju ka vënë një kufi, fëmia po përjeton një tantrum, fillon tantrumi, prindi e hek kufirin që e ka vendos. E kjo po i mëson fëmijës që nëse unë e shoh, nëse unë e përtas, atëherë unë e arri çato që unë e kam dashur, e përforcon sjelljen. Ndonjëherë edhe çka shihet është që prindrit ju përtasin apo i çortojnë fëmijët, që edhe kjo e përforcon sjelljen, nga se po i jap vëmendje, po ti edhe po e mëson fëmin që tonet e larta m'dhojnë mua ato që unë po e du. Pra, ideja është që na prinde me qëndru i qetë para fëmijës kur ajo është e pas shpërtimin emocional, i qëndron afër, i thot veç një herë, ky është rregulle, po e shoh që je i mërzitur, ti mundesh me fol me mua kur të qetësohesh. Kjo nuk përsëritet më asnjëherë, edhe fëmia injorohet. Kur fëmia qetësohet, krejt vëmendja i japet fëmijës, tu e lavdëru që ka arrit me u qetësu. Edhe në këtë formë fëmia mëson që emocionet janë të pranueshme, megjithatë jo çdo mënyrë qysh na reagojna pranohet prej të tjerëve. Gjithashtu mësojnë që sjelljet e përshtatshme marrin më shumë vëmendje se ato të papërshtatshmet. Sa është e nevojshme që në një proces terapeutik të fëmisë me qenë përfshim edhe prindrit? Roli i prindërve është krucial në procesin terapeutik. Na gjithmonë e themi që 45 minuta të seancave janë pak krahasuar me krejt orët që fëmia kalon në mjedise të tjera. Na e shohim që kur prindrit nuk mbajnë të njëjtën strukturë që kërkohet me u mbajt në seanca, fëmijët shpesh e kanë tendencën me refuzu me ardh në seancë, apo kur vinë në seancë nuk bashkëpunojnë. Ose në raste të tjera, fëmijët arrin aftësi specifike në seanca, po ato nuk i generalizojnë në mjedise të tjera, nga se mjedise të tjera nuk po ju ofrohet që kjo nxitje ose që kjo hapësirë. Pra, ideja është që prindi mos me qenë veç marrës pasiv informacionit që terapisti jap, po me qenë aleat në këtë proces. E këtë rol tepër të madh përveç prindërve kanë edhe kopshte ose shkolla, pra mësuesit, nga se dihet që fëmijët kalojnë një kohë shumë të gjatë edhe aty. Trupi dhe mendja janë të lidhura shumë ngushtë. Qysh ndikojnë një stres i stërgjatë ose një problem emocional i gjatë në simptomat trupore kur fillon me dhimbje stomaku ose me dhimbje të koka, kur në fakt është krejt në baza psiqike. Është tepër e vërtetë që këtu nuk janë sisteme të ndara, por nuk funksionojnë si sisteme të ndara. Për që ata kur na jena me një situatë që është stresuese për neve, me një herë reagimin e kena alarmues në trup. Rraje të shpejta të zamrës, dritje të trupit, tension muskulor, vështirësi në frymarrje. Andaj edhe kuptohet që në situata që na i përjetojna si ma të vështira, trupi jon është tu alarmu, është tu lyp reagim. Për shkak edhe kjo mundet më manifestu me dhimbje koke, dhimbje stomaku e të ngjashme. Sulmi i panikut, që tash po flitet më shumë për të se ndoshta vitet e kaluara nuk është fol heq, është një problem shumë shqetësues për ata që e përjetojnë, madje sa i kam pa duke tregu personat që kanë përjetu. Çish duhet me reagu personat që janë afër tyne për me i ndihmu me u qetësu? Unë mendoj që është mirë që personat që në afër tyre mja u rikujtu që pavarësisht që është tepër e frikshme, kalojnë. Se ndonjëherë gjatë sulmeve të panikut, vetë frika shkon tu e shtuçit ankthin që na po e përjetojna. Kurse sa i përket personit që është tu e përjetuçit ankth, është mirë që edhe ai me ja rikujtu vetës, po të njëjtën kohë mundet me përdor ose teknika të frymarrjes, pra marrim frym thellë, e mbajmë, e largojmë dhe përdorim fraza qetësuese si është val ankth, kam e kalu, por edhe teknika të toksimet që janë shumë efektive në këto momente. Për shembull, është teknika 5-4-3-2-1 që lidhet me shqisat. Në qatë moment që ti e tu e përjetu sulmin e panikut, ti kërkon për 5 sende që mundesh me i pa, 4 sende që mundesh me i prek, 3 që mundesh me i dëgju, 2 që mundesh me i nuhat, edhe 1 që mundesh me shiju. Në këtë formë vëmendja rikthehet tek momenti aktual edhe personi ndihet më prezant. Sa është rëndësishme frymarrja rregullt për me qetësu stresin? Është tejet e rëndësishme. Frymarrja lidhet tepër shumë me çato sinjale që na ja dhojnë trupit. Pra, për çata në situatat stresuese, në gjendje alarmuese, kur reagimi është fight or flight, na menjëherë marrim frym tepër shumë, marrim shpejt, na duket që nuk po ngopemi me frym, por nëse na në çato momente fillojna me marr frym ngadalë edhe thellë, në një farë mënyrë na po i dërgojna sinjale trurit edhe trupit që jena në një situatë që nuk është më e rrezikshme. Pra edhe nëse shqetësimi nuk largohet me një herë, na jena në gjendje që me i menaxhu ma mirë emocionet, po edhe të njëjtën kohë me marrë vendime më të qarta. A është rrit numri i të rinjve me ankth viteve të fundit në Kosovë, atje është po flitet pak më hapur për ta?
Është vështirë me thonë se cila po ndodh ma shumë, unë besoj që ndodhin dyjat në të njëjtën kohë. Pra, që kjo normalizimi për me folë ma shumë për tema të shëndetit me ndodhë të përfshi edhe ankthen, ta jep përshtypjen që është të ndodh ma shumë, po të njëjtën kohë edhe ndoshta një person që ma herët nuk e kish kuptu që ka ankth, tash po i njeh simptomat edhe e sheh që është ankthi ai çka po ndodh. Megjithatë edhe në anën tjetër nuk mundem me lon anash faktorët që mundën me ndiku si jeta shumë e shpejt, zakonet apo rutinat që nuk janë shumë të shëndetshme, mandej pasiguria për të ardhmen, pasiguria ekonomike, pritshmëritë shumë t'larta, krahasimi social, të gjitha këtu mundën me ndiku në mënyrën qysh një i ri e përjeton të ardhmen e tij. Para se me fillu terapia, jo gjithmonë e bëni një bisedë dhe disa testime me secilin person. Sa është i rëndësishëm ky vlerësimi paraprak? Vlerësimi paraprak është kyç, ai e determinojnë se qysh edhe me çka kena me punu në vazhdimsi. Pra, ideja është që qysh thash ma herët, na mundemi me pas një person me të njëjtën vështirësi, po mundet me u manifestu ndryshe, nga që edhe ambienti është ndryshe. Kjo na lën me kuptu ma shumë historinë e personit përballë, na lën me kuptu ma shumë vështirësinë aktuale, çka po e nxit, çka po e mirëbën, çka ka provu ma herët klienti me bu që me i ik ndoshta ose me i zbe këto simptoma, ose me raste kur është e nevojshme edhe testimet, na lejnë me kuptu ma shumë për aftësitë specifike që i ka individi. E kështu na arrijna në ato objektiva të matshme që i përmendëm. Besoj që na krejt njohim njerëz që hyjnë në Google dhe i shkruajnë simptomat edhe mandej aty del që ka ankth ose ka depresion ose çfarë do diagnoze tjetër që ka të bëjë me shëndetin. Sa është i rrezikshëm vetë diagnostifikimi në këto raste? Si kjo që po e thu është diçka që na po e hasim tepër shpesh tash në praktikën klinike. Është tepër mirë që tash kena një çuasje tepër të lehtë në informacione. Është tepër mirë sa i përket pjesës së edukimit, është tepër mirë në pjesën e validimit për me u ndje që nuk jena veç na tu e kalu qita. Megjithatë, është shumë e rëndësishme me pas parasysh që Google qede nuk mundën me e zëvendësu vlerësimin e një psikologu, nga që vlerësimi i psikologët bëhet në të gjitha fushat. Pra, jo veç në disa simptoma janë prezente apo jo, po në kozgjaje, intensitet, qysh kanë fillu, a ka diçka tjetër që po i shfaq ato simptoma, a janë ato të vërteta apo janë të krijuara nga ambiente. A i ndihmon nëse pacientit i vendoset një diagnozë zyrtare apo a ka mundësi me ja rëndu edhe ma shumë gjendjen? Jënë bu gëgja studime sa i përket kësaj pjesa, megjithatë rezultatet e tyne janë gëgja mikse. Pra, për disa individ, diagnoza mundet me u konsideru si lehtësim, si validim, po për disa të tjerë mundet me u konsideru si ndjenjë humbje, si vetë stigmatizim, apo ndjenjë trishtime. Kjo varet shumë edhe prej moshës sa e ka pas individi kur e ka marrë diagnozën, varet shumë prej vetë shregullimit, po edhe gjithashtu prej prognozës që e ka ai shregullim. Sot rrjetet sociale janë mbushme, personat që po japin këshilla për shëndetin mendor, ndërsa disa janë profesionistë, disa edhe nuk janë. Qysh e vlerësoni ju, apo ndihmojnë që to këshillat e shkurtra me 30 sekonda apo po krijojnë edhe ma shumë konfuzion? Edhe kjo, si për shumicën e pyetjeve mundet me i pas të dyja. Është tepër e rëndësishme mënyra qysh japën materialet edhe qysh konsumohen çto materiale. Pra, nëse ato janë reale, janë të bazuara në evidencë, atëherë kishin me qenë edukuese edhe rrjedhimisht pozitive, po edhe të njëjtën kohë e ulin qit stigmatizimin rreth shëndetit mendor. Në anën tjetër, edhe personi që i marr këtu është me rëndësi me pas një mendim kritik ndaj tyre. Edhe nëse ndjehet se po has vështirësi në disa fusha specifike, me u referu edhe me kërku vlerësim për një psikologu. Sot na gjithë jemi të ekspozum nga rrjeteve sociale dhe ndaj asaj jetës perfekte që shfaqet kryesisht në Instagram ose në TikTok. Qysh është ndjeku kjo në shëndetin mendor të adoleshentëve dhe specifikisht në vetbesimin e tyre? Çka kjo nxit më shumë është vetë krahasimi jo i përshtatshëm social. Pra, të rinjt, sidomos adoleshentët që janë tu e kalu një fazë që është periudhë që akoma janë tu e gjetë identitetin e tyre dhe janë akoma tu punu në vetë vlerësimin e tyre. Nëse krahasojnë jetën e tyre të përditshme me disa imazhe të cilat janë të përzgjedhura për jetën e dikujt, kjo mundet me ndiku që ata me u ndje të pakënaqur me veten apo me jetën që ata jetojnë, rrjedhimisht edhe në vetë vlerësim të ulët. Pra, ideja është që adoleshentët me pas parasysh që jo çdo send që e shohin është fiks ashtu që e shohin, edhe me fillu edhe me u gëzu pak ma shumë edhe sendeve të vogla që ata i përjetojnë në jetën e tyre çdo ditë.
Unë e kom thonë gjithë njëtë dhe vazhdoj me thonë që secili njeri ka diçka që nuk e ka tjetri. Nëse don me u kap, qoshin edhe reale ato jetrat që shohim në Instagram që shumica nuk janë, po edhe nëse janë gjithmonë ti ki diçka që tjetri nuk e ka, që ti nuk e din hiç ndoshta që është privilegj deri në momentin që e hup edhe sheh që wow, pas na pas privilegje, kështu që nuk është mirë krahasimet më u bë në asnjë moment, në asnjë moshë dhe kur mos me u nis ata çka ka bëj tjetri se ajo shpreha the grass is greener on the other side, gjithë doket e huja ma mirë, ose që është rahat personi tjetër, po ti kur s'munësh me di çka është tu kalu ai personi tjetër në shtëpi. Është një term higjiena emocionale. Çfarë nën kupton kjo dhe çish mujm na me pastru mendjen nga ngarkesat ose mendimet negative? Higjiena emocionale i referohet zakoneve të përditshme që një individ i bën për me e mbrojt shëndetin mendor. Kjo mundet me u dok ndryshe, mundet me qenë vetëdijse më i lartë për emocionet, pra identifikim e mendij edhe reagim më i përshtatshëm ndaj tyre, mundet me qenë zakone më të shëndetshme si me flejt më mirë, me ushqy më mirë, me gjetë një hobi për veten, me gjetë kohë më shumë për veten, me bajt një ditar, me folë me persona të afërt dhe të besueshëm për të lashtet e tyre. Pra munden me u dok shumë ndryshe, por janë tepër të rëndësishme me u bo për secilin. Është shumë e rëndësishme me ditë që kur flitet për wellness, mas pari flitet për çet mirëqenien emocionale dhe fizike, e mandej flitet për dukjen, se e kom vreq që shumica njerëzve kur flitet për wellness, e shohin vishtrajt tretmanet e lkurës, e shohin me i ndrejt flokët, e shohin me u ly, por realisht wellness fillon prej mirëqenies fizike edhe mendore, e mandej tjera që janë vish fasat. Themeli është mirëqenia fizike edhe mendore. Po çish mundet me dallu një person që ka kalu në burnout? Pra, burnout është një lodhje kronike që individet e përjetojnë, sidomos që është e lidhur me punën. Kjo mundet me u vrejt në aspektin emocional, kognitiv edhe atë fizik. Janë disa shenja që vrehen para se me mbri në pikën kulminante. Kjo mundet mu do kur zgjohesh në mëngjes i lodhur, pavarësisht që ndoshta ke bu mjaftueshëm orëshëm, kur ki vështirësi në përqëndrim, kur fillon me u smu më shpesh, kur fillon me harru më shumë, ose kur disa detyra që ti ke bu ma herët i për ma shpejt, tash t'marrin më shumë kohë, ose bën më shumë gabime gjatë punës, po edhe në anën tjetër kur fillon me u ndje më i lodhur edhe emocionalisht, pra edhe e ki një qasje më negative ndaj të tjerëve, ndaj vetës. Krejt këto janë disa shenja që individet e kanë tendencën me i injoru, po mundën me çu në burnout. Qysh ndikon kultura jonë në Kosovë në shëndetin mendor të një individi? Unë mendoj që edhe në Kosovë si në krejt kultura e tjera, na kena faktor mbrojtës edhe faktor rrezikus për shëndetin mendor. Çka është një faktor shumë pozitiv edhe mbrojtës është lidhjet e forta sociale që na i kemi. Na rritemi në qatë frymën që jemi shumë të lidhur me familjen e gjerë, me kushërent, me komunitetin, e që kjo është tepër e rëndësishme nga që edhe në kohë ku kena nevojë për mbështetje, e gjejmë gjithmonë që të mbështetjen sociale. Po a mundet tash edhe që kjo me qenë ndoshta një faktor rrezikus ndonjëherë mundet, për shembull, vështirësia në vënien e kufenjve ose pritshmëritë e larta të tjerëve për ty, gjykimi i lartë social munden me ndiku në stres më të lartë të individit. Po të njëjtën kohë është edhe stigmatizimi që ekziston në Kosovë, që e përmendëm më herët. Në Kosovë ka ekzistu shumë një mos informim sa i përket shëndetit mendore, që ajo madje ka bu ma të vështirë që me u kërku ndihma për këto raste. Megjithatë duhet me ecik që besoj që jemi në një rrugë më të mirë sa i përket normalizimit të temave të shëndetit mendor. E kemi pas para disa ditëve që të muhabetin, tash mundesh me mbajt seanca online në Amerikë prej Kosovës. Sa është rëndësishme që psikologu me qenë i të njëjtës kulturë me klientin në këtë rast, në mënyrë që me i kuptu disa aspekte që ndoshta janë kulturore dhe nuk t'i thot shkenca, nuk t'i thot libri. Është e rëndësishme. Klientët ndonjëherë mundën mos me përmend diçka që është shumë e rëndësishme, se veç nën kuptohet prej terapistit përballë se janë rrit në të njëjtën, edhe nëse jo në krejt në të njëjtën mënyrë, janë rrit në të njëjtën frymë, pra ka qenë e njëjta kulturë. Kështu që në rregull është nëse një klinicist punon me një klient që ka tjetër kulturë, po ideja është që me qenë ma informuar për mënyrën qysh janë dinamikat në atë vend. Margarit na ardhën fund bisedës tonë, shumë shpejt më kaloi koha, cili është mesazhi juaj për gjithë ata që po na shohin sa i përket shëndetit mendor? Mendoj që kryesorja kish me qenë që mja dhujnë të njëjtën rëndësi që ja dhujnë a shëndetit fizik, edhe me kriju zakone që janë të shëndetshme për individin, gjej kohë për veten, flet me të tjerat, flet me persona që ti ju beson,
kërkon ndihmë kur është e nevojshme, mos me prit që situata mu rëndu që me kërku ndihmën, me gjetë gjithmonë diçka që ty të pëlqen me bo përtej rutinave. Më kujtu që tash është një person në TikTok, është një grua në Amerikë që ajo e bën në formë të humorit, po në fakt bën hajgare me fëmijët e vet, nëse s'gabish indiane me prjardhje, edhe i thot pse ki nevojë me shku te psikologu që jam unë këto, edhe në moment e thot veç ata që s'kan çka me bo, kanë depresion. Edhe kishte qenë mirë me ditë njerëz që depresioni dhe problemet e shëndetit mendor nuk janë zgjedhje personale. Jo, as dështim personal. Mundet me ndodh secilët, na krejt përballemi me situata sfiduesa, dikush mundet me pas predispozitën më të lartë për një rregullim të caktuar, dikush ndoshta se ka predispozitën, po jeta është në atë fond që ai përballet me stresor tepër të mëdhenj. Atëherë është tepër e rëndësishme që individi me ditë që nuk është i vetmi në botë që po e përjeton këtë, edhe ndihma edhe mbështetja ekzistojnë. Edhe është mençuri me i shfrytzu. Margarit, shumë faleminderit, po e them edhe ishte shumë kënaqësi dhe shpresoj që do të shihemi prapë. Gjithashtu faleminderit juve. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil.